Këshillit Bashkiak, fillojmë mbledhjen e Këshillit Bashkiak për muajin janar. Fillojmë e renditës. Pika e parë e renditës. Miratimi i renditës së mbledhjes. Jeni dakord me renditës? Pro, abstenim, kundra, jo. Mirë miratojmë. Kalojmë te pika e dytë e renditës. Për miratimin e proces verbal të mbledhjes kaluar datë 29/01/2026, 13/02/2026. Si? Data jashtëradhë. Po. Jeni dakord me proces verbal? Pro, abstenim, kundra s'ka. Mirë, kalojmë te pika 3 e renditës. Për miratimin e ndihmës ekonomike me fond 6% të fondit kushtëzuar për muajin janar 2026. Matika. Për muajin janar 2026 përfitojnë 10 Bashkë lidhur plani relacionit, 11 kanë qenë në fakt në muajin dhjetor. Arsyeja e largimit të kësaj familje është sepse ka dalë në kem. Të gjithë të tjerë pastaj janë të mirë. Ka në pyetje për të pikën e renditës? Nuk ka dyshim. Dajmë votim. Mirë. Pro, abstenim, kundra, jo. Mirë. Kalojmë në Projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike për përdorimin e fondit bashkisë për familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike për muajin janar 2026. Janë 94 familje që do trajtohen në muajin janar 2026. Në muajin dhjetor 2025 ka qenë 92 familje, janë shtuar një familje në Lopës dhe një në Kurvelesh. Propozohet të këshillit ta hedhë në votim dhe të kalojmë të vërtetë. Ka në pyetje për këtë pikë? Ka në votim? Mirë. Pro, abstenim, jo, kundra, jo. Mirë miratojmë. Kalojmë te pika 4 e renditës. Projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike për përdorim të fondit bashkisë apo të e kalojmë. Pika 5. Për miratimin e raport vjetor për zbatimin e buxhetit për vitin 2025. Ce pot di për miratim në Këshillit Bashkiak ky dokument? Për miratimin e raportit vjetor të zbatimit të buxhetit 2025. Dhe kanë shkap me pagja të tjera të raportit për të cilat realizohet në ose kryesorë i Ministrisë, për të cilat janë familjet të pagja të tjera. Për të cilat familjet të cilat e vërtetur për një administrim të lirë kompetencave fiskale janë për positoria, drejtësia dhe autoritetit të zbatimit. Ato janë pjesë administrative, janë pjesë të gjykimit. Ti mund të jesh i pandersh ose i ndersh. Si do të ketë një motiv kryesor? Të ka ka motiv, jo. Apo neutraliteti nga positoria, etc. Pse do të kalojmë ne këtë projekt, pse do ta bëjmë vendimin e amiratoj nuk qoras. Si vjen do të pjesë me amiratoj qoras, e kumë për ekonomi. Kur ti thua disa pika dhe e mështetë, normal, ato pika falenderojnë, edhe për materiale. Po pse do ta miratojmë? Kuptohet, pyetje.
Ligji i Qeverisë Vendore, i 39/2015 në nënën 44 ka përcaktuar raportin vjetor dhe thot kryetari i njësisë dhe Qeverisë Vendore është përgjegjës të paraqesë çdo vit një raport me shkrim në Këshillin për veprimtarinë financiare dhe zbatimin e buxhetit të njësisë dhe Qeverisë Vendore, përfshirë dhe institucionet e saj varësie. Ky raport i paraqitet Këshillit jo më vonë se data 31 mars të vitit pasaj. Tek raporti që ne kemi bashkangjitur materialit për miratim. Ne jemi përgjegjur si administrat që të bjem një panoramë të plotë të situatës financiare në cilën ndodhet bashkia dhe të gjitha hapat dhe veprimtaritë që kemi ndjekur për të arritur këta trebus që ne paraqesim të material. Shumë e lejë. E mora për një I nderuar kryetar, të nderuar këshilltar, në zbatim të ligjit, siç e thash, 139/2015 për vetë Qeverisë Vendore, të ligjit 9936 nga 26/8/2008 për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar, ligji 10296 teti 7/2010 për menaxhimin financiar dhe kontrollin i ndryshuar, ligji 68/2017 për financat e Qeverisë Vendore në 51, vendimi i Këshillit Bashkiak numër 782 datë 27/11/2024 për miratimin e buxhetit të bashkisë për vitin 2025, i ndryshuar, paraqesim për shqyrtim e miratim raportin për zbatimin e buxhetit për vitin 2025, i cili ka 3 shtylla kryesore. Ka raportin e monitorimit të buxhetit për vitin 2025, pasojat financiare të vitit 2025 dhe zbatimin e rekomandimeve të kontrollit të lartë të shtetit. Për mbështetje ligjore dhe pyetje që bëri doktori, e ktheva përgjigjen më lart, po jap në mënyrë të strukturuar për mbajtje kryesore të këtij raporti. Kemi lezuar dhe kemi diskutuar në komision. Unë mendoj një ose ka lezuar në një të pyetje. Edhe pyetje. Do të them vetëm shkurtimisht vetëm treguesi kryesor dhe çfarë shikojmë neve për vitin. Realizimi i treguesit kryesor për vitin 2025 për Bashkinë Tepelen janë të ardhurat e veta janë realizuar në masën 89.6% mbi bazën e planit të ndryshuar dhe 97.6% mbi planin fillestar dhe shpenzimet e përgjithshme janë realizuar në masën 94.6% mbi planin jetor të ndryshuar. Të ardhurat e veta, siç e thash, janë realizuar në masën 89.6% në total si bashki, njësia administrative qyteti ka realizuar në masën 93.4%, njësia administrative qendër 93%, njësia administrative Kuveret 66.3% dhe njësia administrative Lopër 57.3%. Për vitin 2025, në njësitë administrative kemi një mos realizim të ardhuar në shumën 8.660.000 lekë. Mos realizim ka njoftur dhe taksa e ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet e reja, i cili është planifikuar në shumën 20 milion lekë dhe është realizuar 11.321.320 lekë me një deviacion nga plani fillestar 8.678.000 lekë ose në vlerën 56.6%. Është krijuar dhe funksionon rregullisht regjistri taksës së tokës bujqësore, kemi mangësi në njoftimin e disa tatimbaguesve për arsye të lëvizjeve demografike të banorëve. Kjo rrit shkallën e dëgjeshmërisë dhe përgjegjësisë që duhet të kenë kryesitë e fshatrave, njësitë administrative dhe sektori jo pranë taksave për mbledhjen e këtyre taksave. Nga viti 2025 për vitin 2026 do të trashëgohen 34.900.690 lekë, nga të cilat nga transferta e pakushtëzuar dhe sektoriale 31.870.586 lekë dhe nga ardhurat e veta 3.030.000 lekë 033, të cilat do jenë pjesë e vendimarrjeve në legislatimin e poshtë. Shpenzimet i keni të pasyruara në tabelat përkatëse sipas programeve buxhetore dhe përqindjet e realizimit të tyre. Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik për vitin 2025 janë realizuar pagat 97.6%, sigurime shoqërore 95.6%, shpenzimet operative 96.7%, transfertat e Futboll Klub Tepelena 74.7%, transfertat e individët 96.4% dhe shpenzimet kapitale 59.8%.
në strukturën e shpenzimeve të realizuar për vitin 2025, pesë kryesore zën pagat në shumën 51.9%, sigurime shoqërore 8.2%, shpenzimet operative 31.3%, transfertat tek futbol klub TPL 1.8%, transfertat e individit 2.3% dhe shpenzimet kapitale 4.2%. Vënd të rëndësishëm në buxhetin e vitit 2025 kanë zënë likuidimet e detyrave të përfaqësuara formale e shërbime në shumën 16.500.000 lekë ose 14.8% të shpenzimeve operative të kryer gjatë vitit 2025. Po kështu, ana sociale ka qenë një nga anët kryesore të zbatimit të buxhetit për këtë vit buxhetor. Në total janë shpenzuar 7.957.556 lekë, nga këto përdimën ekonomike nga buxheti i pavarur 4.436.000 lekë, mbështetje financiare të familjeve e individëve në nevojë përfituesve të 50 familje 3.039.536 lekë, bonus qiraje si pjesë e bashkëfinancimit përfituesve të 40 familje në shumën 432.000 lekë për vitin 2025. Nga analiza e situatës financiare të bashkisë TPL për vitin 2025, vrejmë se bashkia konsiderohet në një situatë normale të gjendjes financiare, ku raporti viti stokut të detyrimeve të përmbajtura në fund të vitit buxhetor me nivelin e realizimit faktik të shpenzimeve për vitin është 13%, jemi 2% më poshtë se kufili minimal mbi të cilën shfaqet problemet financiare. Disa nga çështjet kryesore që janë vërtetur gjatë vitit ushtrimor dhe për të përmirësuar punën të ardhmen, bashkia ka përcaktuar si objektiv kryesor një ndryshim rrjedhor në punën e mbledhjes së të ardhurave si nga sektori i tatim taksave dhe agentët e tjerë tatimor, ku një rol të rëndësishëm ka drejtoria e bujqësisë, drejtoria e planifikimit, zhvillimit dhe kontrollit të territorit, policia bashkiake. Planifikimi sakt dhe zgjerimi bazës tatipaguesve në sinë qytetet e njësitë administrative, planifikimi sakt i argumentuar i kërkesave për shpenzime nga njësitë shpenzuese, punë me kujdes me më përgjegjësi më të lartë të drejtorisë zhvillimit ekonomik dhe menaxhimit financiar në dokumentimin në kohë dhe kryerjen e pagesave vetëm kur ato të jenë shoqëruara me dokumentacionin e plot justifikus dhe të jenë të programuar në buxhetin afatmesëm e vjetor. Përmirësimi vazhdues me rregullojes së brendshme të institucionit, ku të përcaktohen qartë detyrat e licencimit dhe mbi këtë bazë të dalë rregullesia, auditimi i performancës dhe funksionimit i sistemit të kontrollit të brendshëm vletet një nga drejtimet kryesore. Zbatimi i rekomandimeve të kontrollit të shtetit është një prioritet kryesor. Siç e thash, pjesë e këtij raporti janë pasyrat financiare për vitin 2025. Pasyrat financiare janë dorëzuar në degën e thesarit, megjithse afati është 31 marsi, ne kemi arritur në kohë ti hartojmë ato dhe ti meratojmë degën e thesarit. Ajo që vjen për të theksuar është rezultati pozitiv i bashkisë për vitin 2025, që trashëgoi për vitin 2026 shumën 30 milionë lekë, për të cilën si shtat do flasim në provendimet e mposhtër. Dhe një informacion i shkurtër mbi zbatimin e rekomandimeve për auditimin financiar të kryer në Bashkinë TPL. Kontrolli lartë i shtetit ka ushtruar auditim në subjektin Bashkia TPL në bazë të programit të auditimit numër 470 fraksion 1, datë 25/4/2025 për periudhën e veprimtarisë nga 1/1/2024 deri në 31/12/2024. Me vendimin numër 155, datë 9/10/2025 të kryetarit të kontrollit të shtetit për përmirësimin e gjendjes ka rekomanduar zbatimin e disa masave organizative. Bashkia TPL me shpresën 756 fraksion 7 datë 21/10/2025 ka njoftuar se është njohur me raportin përfundimtar dhe rekomandimet për auditimin financiar. Nga titullari i institucionit është nxjerrë urdhri numër 136 datë 29/10/2025 për zbatimin e detyrave të rekomanduara, me të cilin i njoftuar dhe kontrolli i shtetit. Drejtoria e zhvillimit ekonomik dhe menaxhimit financiar ka hartuar planin e veprimit me numër 754 fraksion 10 datë 6/11/2025 për zbatimin e rekomandimeve të raportit KLSH. Gjithsesi janë rekomanduar 16 masa. Janë pranuar 16. Janë zbatuar të gjitha rekomandimet me strukturën përgjithëse të drejtorinë e financës dhe janë reflektuar ndryshimet në hartimin e pasurive financiare të vitit 2025 në rekomandime. Janë në proces 7 rekomandime të cilat kanë të bëjnë me masa organizative për menaxhimin financiar e kontrollin, për auditimin e brendshëm, për aktivimin e detyrimeve debitore, për regjistrimin e pronave të bashkisë për ANSHK-s, si dhe zbatimin e rekomandimeve në auditimeve dhe mprashme.
Bashkia Tepelen është përsëri tani në një auditim me objekt. Auditimin e përputhshmërisë periudha auditimi 1 mars 2023, 31/12/2025. Auditimi ka filluar në datën 28/10/2025 deri në datën 19/12/2025, por me shkresën numër 1021 fraksion 2, datë 12/12/2025 jemi njoftuar për ndryshimin e programit të auditimit si më poshtë. Objekti i auditimit ndryshon nga auditim përputhshmërie në auditim përputhshmërie dhe financiar. Auditimi ndryshon nga data 19/12/2025 deri në datën 20/4/2026. Për përfundimin e auditimit dhe raportin përfundimtar do t'ju informoj. Mirë. Ka në gjë nga juve? Ka. Hajde votim. Pro. Dubitare. Abstenim. Kundra jo. Mirë. Allora. Vazhdojmë të Ka kundra për spirë, si do punon. dika gjatë e ditës. Për detajimin e plan buxhetit Ishte përfshirë këtë raport. Ishte dhe përfshirë këtë raport. Po është projekt vendim më vete, është për detajimin e nga plan buxhetit buxhetet e pakushtëzuara dhe sektoriale. Granti bazuar në performancë me përrim financimi i buxhetit shtetit dhe të ardhurat e veta të trashëguara nga viti 2025. Pa postio. Siç e thamë që në fund të vitit 2025 bashkia rezultoi me një të ardhur të trashëgueshme, të konsiderueshme në ndryshim nga vitet e tjera, por për këtë vit është për të theksuar kjo që qeveria shqiptare akordoi grantin mbi bazën performance për vitin 2025, ku të gjitha bashkitë aplikonin në bazë të trebuzëve të tyre dhe të planeve të zhvillimit social, ekonomik dhe infrastrukturor. Duke punuar me një përgjeshmëri shumë të lartë, gjithë grupi i punës që u mor me hartimin e këtyre temave dhe aplikimin dhe mbrojtjen që bëm në Ministrinë Përkatëse, Bashkia Tepelen u rendit ndër bashkitë në krye të listës e shtata në midis 61 bashkive dhe përfituam një fond në shumën 12 milion lekë. Nga këto, në bazë të vendimit të Këshillit të Ministrave, 5.393.000 transferohen direkt në llogarinë e bashkisë si pjesë e transfertës nga buxheti i shtetit, ndërsa pjesa tjetër që do jetë projekt vendimi më poshtëm në shumën 6.666.000 lekë do të alokohet në buxhetin e bashkisë pasi të jetë vendimmarrja e Këshillit Bashkiak dhe se ka bazë financimi ka financimin e huaj. Për pjesën që i takon buxhetit të bashkisë dhe janë në sistemin e thesarit. Pasi kemi bërë analizën e trebuzëve buxhetor dhe atë që kemi planifikuar për 2026, ju propozojmë për miratim të miratojmë shpërndarjen e këtyre fondeve sipas tabelës bashkangjitur. Fondet të trashëguara nga transferta e pakushtëzuar dhe sektoriale në shumën 26.477.828 lekë do të përdoren për mbulimin e efekteve nga rritja e pagave që është planifikuar për vitin 2026 në shumën 7 milion lekë, 17 milion lekë në 977.328 për shpenzimet operative me objekt kryesor likuidimin e detyrave për parametra dhe 1.500.000 rekonstruksion rrugësh në qytet. Ndërsa fondi i performancës me financim buxhetin e huaj do të përdoret i gjithë për hartimin e planeve mbështetimi në ekonominë hyjore të kurveleshme. Investim tani i nisur më përpara dhe do të zërë shumën 5.383.000 lekë. Ndërsa të ardhurat e trashëguara nga viti i kaluar në shumën 3 milion lekë do të përdoren kryesisht për shlyerjen e detyrimeve të parametrave në fushën e investimeve, sistemi në asfaltim rrugë dhe rekonstruksion rrugësh në qytet. Është për të theksuar që këto vlera që ne paraqitëm sot paraqesin tavanet buxhetore. Këto pastaj do të nënshkrohen të gjitha procedurave ligjore të prokurimit për analizimin e këtyre ndërhyrjeve në buxhet.
sot miratojmë një ndryshim në buxhetin e miratuar për vitin 2026 me efekt shtesën që propozuar. Ka në gjë me gjyra? Po, edhe votim? Po, pro, abstenim, kundra jo. Mirë, kalon. Në këtë linjë dhe projekt vendimi tjetër. Edhe pika 7 Dhe ky në të njëjtin linjë. Ky ka këtë ndryshim. U lexua me Ky ka këtë ndryshim që ka siguri financimi. Dhe ne kemi për pikën 7. Pikën 7. Ka ndonjë pyetje në gjë? Jo. Edhe votim. Pro, abstenim, kundra jo. Mirator. Kalojmë ke pika 8, raporti performansës e keni raporti performansës Këshillit Bashkiak të Belen. Tani, qofse doni ta lexojmë, lexojmë. Qofse doni ta 2025. Po. Erdhi votim. Jo, ne diskutojmë. Jo, nuk është në është raporti Këshillit Bashkiak. Këshillit Bashkiak. Po, puna që i bërë Ola di, me leje, doktor. Unë falenderoj Po. La di ka përfundë dhe ka qisha. Po tani Lani do ta diskutojë. Po, kishim Po diskutojë se vazhdo diskutojë. Ka kishe. Kishim lënë të tyre do bëjmë mikrofona për këtu. Gjithë të realizuar. Po mikrofonit transparenti. Raporti këto janë materiale Jo, raporti. Tani për atë Jo, s'ka faja jo, se jo e kemi ço është jashtë renditës. Tani për këtë kur të mbaroj blendi, e kemi diskutuar do thras persona për pjesë, do bëhet një plan aty, do merret një inxhinier për të montuar ato, për të bler ato mikrofon. Kishim 2025. Jo për 2025. Erdhim në votim pro abstenim, ulati. Do votosh ajo, jo me dorë. Jo, ka dhe la tjetër, si vetë tjetër. Jo me dorë jore, me kartona. Abstenim dhe puna s'ka. Mirë miratore. Tani, kaloj dhe çështje tjera. S'ken. Atëherë do lexojmë këto kërkesat që kemi këtu dhe kemi një kërkesë na fshati nga një Ali e Dersaj. Fshati da Bardhallos. Imer Ali e Dersaj. Banori fshati da Bardhallos kërkojnë nga Bashkia e Pelen leje për ndërtimin e një leje në varezat e fshatit. Ndërtimin e një se çan do ndërtoj ai te aty nuk leje për varezat e fshatit. Me shpenzimet e mia, me respekt, me Ali, jo. Tani për këtë problem, ne nuk japim lejo. Do dhe këtë kërkesë që dojmë t'ja bëjmë bashkisë, jo këshilli, se leje nuk japim neve, një sekundë. Se nuk ka për diskutuar këto janë kërkesa që ne do ja delegojmë bashkisë. Ne nuk japim leje, një, e dyta, për çdo kërkesë për në fshatra, duhet që banorët e atij fshati të jenë dakord, të jetë një listë me banorët e fshatit që mos janë dakord për të bërë një çezma, një rruga, një ura, një kisha, e kupton, duhet të jenë banorët e fshatit dakord. Dhe kërkesën ja dërgojmë bashkisë. Ne nuk japim leje. Ne në qoftë e ka për komunitetin, o zotëri. E ka për komunitetin, po ne nuk mund të o bebi, jo mo leje e pa i, mo leje ndërtimin ajo. O bebi, tani, njëri e do qezmë, njëri se do, por ne vemi për një kullot, vemi bëjmë të gjesë. Edhe e dyta, të thash e njerë, nuk la bje ne kërkesën, s'japim ne leje. Edhe bashkisë, po i orientoj. Duhet kërkesë, për shumë një pamat, njeri do të bëj një ndryshim
Po s'deshën banorët e pallatit nuk bëhet. Edhe në fshat, njëri do të bëj një çfarë mund doj ai. Po nuk deshën banorët e fshat nuk bëhet. S'dohen banorët të bëjnë një qezë për... Po nuk po s'deshën një çfarë të bëj unë. Po s'u bëj unë me zorë, zotri. Tani unë ai ta zgjidh me fshatin, jo me mua. Dhe kjo kërkesë të vetë bashkia jo te ne. Tek Këshilli bashkia, në qoftë se do kërkoj ne nga Këshilli, po ne e miratoj. Po jo vjen te ne. Edhe Arturi tani na dërgon neve kërkesë. Arturi ishte administratori i bashkisë. Ne do të rregoj, t'ia dërgoj bashkisë, bashkia do si projektim na i vjen neve. Nuk bën këto posu me s'bëjmë do të gjë. Ne vetëm miratojmë projektimet që bën bashkia. Edhe gjëra ajo do të shtamë kanone projektim në bashkia. Po çfarë vjen këtu? Po mirë unë ato orientoj që jo me vetëm me emrin e tij. Duhet të jetë me gjithë fshatin ore. Se s'mund të bëjmë neve pa, por nuk Ja më duhet dhe firmat e fshatit, duhet dhe kërkesa e administratorët, duhet dhe miratimi i kryeplaku, se pse zgjedhur kryeplaku, për këtë punë zgjedhur. Kryeplaku masëria ka planë. Po ta shkarkoj të zgjedhin tjerë tash. Ore më fal, ky qytetari këtu Nuk janë për diskutim këto tani. Këto i ndërtojnë dhe janë delegojnë. O beni, ta ti si problem, da. Po ja delegoj kur të vi projektime diskutojmë. Tani nuk kemi çfarë diskutojmë, ne vetëm i lexojmë. Nuk zgjatem. Jo, do zgjatem se unë jam këshilltar i zonës Lopës. Ne mund ta diskutojmë, është drejta posisht e depo të vejnë në bashki. Po mirë more, Jo kërkesë e këtij person, këtij qytetarit të Lap Matallos, na ka ardhur një ankesë tjetër nga fshati. Dhe kjo bëhet me qëllim privatizimi ose për interesa personale. Edhe sikur t'ia bëjmë relacion bashkisë, nuk do bëjmë gabim. Se pse i fusëm konflikt nuk fshat? bëjmë relacion. Kush ishte ai çor që nuk i do syt? Kush ishte ai fshat që nuk e do një qesë me yjet te Borreza? Ka një qëllim tjetër. Ka një qëllim tjetër. Se do vadite në atë, se do vadite. Ore, unë nuk do fshati ka do ti. Latif. Fshati ka bërë relacione, ka përktuar, ka dëbuar. Ankesën e ka punë këshillë e kemi kaluar me ne. Latif. Ajo është me shumë probleme, ka probleme edhe te ujësia. Jo nuk e bërë e kanë se zdoj të pse fshati shkundra. Nuk ka sada të këshpianë. Ajo është që të parë. Po, ai të shtëpia. Po Latif do të jep jashtë tani po flasu tani. Gjë do të presën të mënyrë mua ti. Duroj se po. Tani mu thash e njerë, këto kërkesa ne i lexojmë. Nuk do bëjmë gabim të relacion dhe urësh totalisht fshati kundra 10 familje janë ato. Latif. O Latif, do të dëgjosh tani Latif, o Latif. Jo unë e bëj që ta Më dëgjosh një sekond tani edhe mbyllë se nuk të kërkesat vetëm lexojmë, nuk diskutojmë. Tani po të edhe herë. Fshati në qoftë se ky duhet t'ja qoj kërkesën bashkisë. Ai person është për në burg. Po një sekondë në burg tani nuk e bëjmë një atë punë tani. Jo. Dhe fshati nëpërmjet kryeplakut të bëj një ankesë që nuk e do të qenë. T'ja dërgoj bashkisë. T'ja dërgoj. Në rregull. Ja në rregull ora vazhdojmë. Njësisë bashkisë Këshillit ka dërguar fshat. Vazhdojmë në poshtë. Dy llapet këta. Po nuk i diskutojmë letra tonë. Shiko, Me interes personal nuk jemi këtu ne. Dëgjoj, unë nuk di fare. Personale shumë. Dëgjoj. Po. Lutem zoti kryetari. O mjaftonia, o bebi. Ore ka fjalë mjaftonia. I nderuar zoti kryetari. Po. Unë vi nga Lap Matallosi. Po. Dhe më tash atë objektin, nuk të them është 1 metër i larg ishi bërë disa dota kështu, trasa. Ishte shumë larg nga Varreza. Po prit të mbaroj. Jo brenda rrethit të Varrezave, jo të zrinte rrugën. Tani është në bazë të kërkesës së ankesë që ka bërë administratori që ai është kompetent vetë s'ka që ne dërgon ne, dhe ka dërgon dhe bashkisë, thuhet nuk është pronë private, pra nuk ka konflikt. Ka. Prone. Të lutem, unë nisem në bazë të atë që më ka thënë Artur Ormani, e kam lexuar vetë kërkesën e Ka konflikt. Nuk ka interes. Është shtetërore, thot Arturin. Është shtetërore. Të marrë lejë nga që të bësh dorë që më duhet mua. Ama,
është ngrihet qesëm që nëse do ta bëte bashkia ne kemi zoti Spiro kush e di sa milion do shkonte atë qesëm. Ishte be komuniteti sepse është Për batim në një person. Të lutem. Nuk dreu kështu, me interesa personale nuk lejoj. Se më ka dhënë komuniteti në ata qenë. Më në të fjalën time zotri. O, Latif do dalësh jashtë, po Mos forme më dhe tani nëse ne paragjykojmë që ai e ndërton këtë qesë për interesat të veta direkte, e kemi në dorë ja prish policia. Ka mundësi të dëgjosh sot. Ore dëgjoni na vesh apo jo, po jeni çudi e madhe, nuk japim leje ne o zotri. Nuk i japim leje, por O të lutem shumë, nuk japim leje. Ti drejtor, o Latif, tani të lutem shumë. Ore nuk japim leje. Kërkesa i drejtorit bashkisë, po nuk la i pruri bashkia si projekt vendim ne nuk miratojmë gjë. Një, e dyta, kërkesa individuale nuk pranohet për komunitetin, për një investim për komunitetin. Në qoftë se do jetë investim për komunitetin, bëhet kërkesa nga komuniteti me firmën e administratorit dhe kryeplakut, edhe i drejtorit bashkisë jo neve, ne s'kemi punë, të lutem shumë. Letra që janë këtu nuk do të diskutojmë, vetëm do lexojmë. Mos thoni fare nuk i japni ju leje. Nuk diskutojnë letra tani. Na fosim debate kota, do gjen çajmi, gjykatë jemi ne këtu, të cilë kush ka drejt. Çajmi kështu juve. Mos thoni ju lutem. Kërkesë tjetër. Po i lexojmë valla se janë i drejtor këshillit, do i lexojmë ja delegojmë bashkisë tani do na lidhë të mbarojmë. Tani kërkesë për dhënie me qira afatgjatëve të drejtë para blerë të pronave të trashëguar nga veri trafik llak. Është një kërkesë nga një zotëri nga fshati Sarajevit për pronat pronat e tia që siç pretendojnë ai që janë pronat e zhyshit e kështu, do t'i marrë me qira me afatgjat me të drejtë para blerë. Tani këtë dokument neve nuk japim as me qira asgjë. Ne po dalë sa e lexojmë rregullore nuk dëgjoni. Ne nuk japim toka me qira. As ku. Ne me kërkesë bashkisë japim zonat të tëra, japim leje bashkisë për të nxjerrë territor të caktuar me qira. Ne nuk japim. Domethënë kjo kërkesë ka dërguar ai, pavarësisht se kjo duhet i drejtohet bashkisë. Bashkia në qoftë se ka ndërmend që këto kullota do t'i nxjerrë me qira, mbase do jap të drejta atij që ka me që ai pretendon. Kështu që edhe kjo kërkesë i delegohet bashkisë. Edhe një kërkesë tjetër. Bejko, Fatmir Bejko. Kërkesë, na fshati duaj kërkojnë nga bashkia dhe këshilli bashkiak, sepse nga rreshjet e ditëve të fundit është dëmtuar parcela nga që është marrë me qira nga bashkia dhe është dëmtuar prishur ullin, 60 rënj ullin. Në rregull, edhe këtë kërkesë ja delegojnë bashkisë, ta shikojnë bashkia dhe ta verifikojnë në teren edhe vendosi. Kemi Sinan Islami. Sinan Islami, unë shkruaj Sinan Islami, banori Karizbukaj, kërkojnë nga bashkia dhe këshill bashkiak, ndihmë për tokën e cila më është përmbytur nga fshira, kërkojnë një ndihmë financiare. Edhe këtë po ashtu ja delegojnë bashkisë. Drejtuar bashkisë të Belek këshill bashkiak. Rësia fshatë Luzat e Belek në mbledhjen e 28 fare u blodh dhe shqyrtoi shqetësimin e paraqit nga banorët e fshatit, të cilët ankohen se shtetasi Dasho Vici, i cili ka marrë me qira një sipërfaqe toke nga Bashkia e Belek, të cilën përdor për interesat e tij, është bërë shqetësim i banorëve të fshatit Luzat dhe joni si kryesi e fshatit.
Për faktin se ky shtetas ka kryer punime në këtë sipërfaqe toke të cilat kanë dëmtuar rënd strukturën e tokës, ka dëmtuar një rrugë kalimi që ka qenë ekzistuese, e cila shërben për kalimin e fermerëve dhe të fshatarëve për nevojat të ndryshme. Gjithashtu kemi dieni se ai e ka zgjeruar së tepër një sipërfaqe që ka marrë me qirat, duke zaptuar rreth 1 hektar të tepër. Me veprimet e tij ai është bërë shqetësim i madh në fshatin Luzat, duke penguar jo vetëm kalimin e fshatarëve në rrugën që ka ekzistuar, por punimet që ai ka kryer kanë dëmtuar rënd bimësinë natyrale dhe në tërësi mjedisi. Ne e konsiderojmë këtë veprimtari të tij të jashtëligjshme dhe me pasoja të rënda deri në dhe kriminale në aspektin mjedisor. Për sa më sipër kërkojmë nga institucionet bashkisë dhe Këshilli Bashkiak që të ngrihet një grup pune për të verifikuar këto pretendime që ne kemi dhe të merren masat nevojshme për rikthyimin e situatës në gjendje të pashme, si dhe të ndërtohet të detyrohet shteta si Dashovici që të lirojë sipërfaqen e zënë në mënyrë të punaligjshme, si dhe rrugën e kalimit që ka bllokuar. Për informacione të tjeshme jemi të gatshëm në çdo kohë kërkojmë që kjo kërkesë të shqyrtohet sa më parë, pasi mund të bëhet edhe shkak për ndonjë konflikt të mundshëm me pasojat pa dëshiruara. Kryetari i bashkimit Shatrafiti. Po, edhe kjo kërkesë, ankesë na Kryeqësia e fshatit Luzat i delegohet të bashkisë që të ngrejë një grup pune ta verifikojë këtë në teren dhe në mënyrë që ne t'i kthejmë një përgjigje Kryeqësisë së fshatit Luzat. Delegoja bashkisë. Atëherë kërkesë Këshilli Bashkiak të Belen, unë i shkruari Aristotel Meshini me banim fshatin Peshta, kërkoi nga Këshilli Bashkiak të Belen të më ndihmojë me ndihmë ekonomike, pasi jemi me gjithë zonjën time të operuar nga zëna dhe trajtohemi me ndjekim si e tillë jemi në kushte të vështira ekonomike, mundësish na ndihmoni. Po edhe kjo kërkesë e zotit Aristotel i delegohet bashkisë për të mundësuar ndihmën ndaj këtij qytetari. Kemi dhe e fundit kjo, është nga OSSH-ja, operatori i sistemit të shpërndarjes SHA, në zbatim të këtij për përfundimin procese kalentar pronësisë të Republikës së Shqipërisë me ligjet prona të pajisshme kërkojnë për atë territorin e ku është në stacion. Për ta marrë atë territorin ku gjithë në stacion, për ta marrë Janë 952 metra katorë, shërbetin drejt për drejt funksionimin e shpërndarjes së energjisë, mbi të cilin është ndërtuar dhe funksionon në stacion elektrik. Do të thotë për territori që mbulohet në stacion kërkon bashkia nuk japim leje. Tani Donalini që të mbaroj. Tani u thash, nuk do i diskutojmë. Edhe atyre këta nuk kërkojnë lej, kërkojnë që atë territor që ka ky në stacion, atë tokë ta marrin ata në pronësi. Po dojë bashkia, pjesën e qytetarëve të mbaroj Europën. Edhe këtë dokument, edhe këtë kërkesë ka OSSH-ja, ja delegojmë bashkisë. Nëse ne u thash edhe një herë, që po nuk na erdhi si projekt vendim, ne nuk as japim leje, as i japim tokën për dodim, as bëjmë asnjë gjë tjetër. Do të thënë, na vjen dokumenti nga bashkia, ne ja, ulatim. Do të bëj shembull. Edhe këtë kërkesë ja delegojmë. Atëre këto ishin dhe letrat, i lexuam, ju falenderoj për mos ka dojë një tjetër sekretar. Kemi një dokument të përgjigje në ato territorit për ato ankesë kërkesat që ishin bërë, në bazë të letrës që i kemi dërguar ne territorive të bashkisë të Belen. Tu na ka ardhur një përgjigje nga Bela, kurse nga territoritë e tjera nuk e di Spiro apo Krinonjë për kërkesat dhe ankesat që janë bërë.
Kohët e fundit shohim një mori të madhe kërkesash që vjen për ndihmë financiare dhe për trajtime të tjera. Ne do paraqisim që në këtë mbledhje një material, po e kam të udhëzuar në Komisionin e Ekonomisë që në bashkëpunim me Komisionet e Shtetit Bashkiak, ne do të bëjmë një seleksionim të gjitha kërkesave të dorë. Me qëllim që kur të vimë në Këshillim të vimë me një material të plot, të gjithë përfshirë në diskutime, që të mos kemi qëndime që u trajtua Spiro, të doktori e këto, për të gjitha llojet e kategorive. Pse e shtymë? E shtymë me faktin se ne kemi aplikuar për një pjesë e kërkesave të mëdha ka nevojë për konstruksion banesa. Ne do presim aplikimin që kemi bërë te Ministria e Ekonomisë për përmirësimin e kushteve të familjeve të pafavorizuar. Kemi bërë kërkesa dhe aplikime pranë Ministrisë së Mbrojtjes së Agjencia e Mbrojtjes Civile për dëmtimet që janë shkaktuar nga rreshtet e kohëve të fundit që hyn në kategorinë e emergjencave civile. Pjesa tjetër e kërkesave që do mbeten, që do trajtohen nga bashkia, pasi ne ti kemi kaluar në filtr, do t'i ndajmë sipas kategorive dhe sipas kërkesave që kanë. Ne do paraqisim një material të plotë si administrat, do ta diskutojmë gjërësisht në Komisionin e Ekonomisë dhe në Komisionin e Çështjeve Sociale si kemi ato, për të ardhur në Këshill, shpresojmë në fund të muajit me një të ardhshëm me një material të plotë për të gjitha kërkesat. Në të njëjtën kohë do alokojmë edhe një fond që kërkesat të mos mbeten në vendim, po të vënë në ndihmë tamam banorëve të zonës, do alokojmë një fond nga ajo që kemi planifikuar në buxhetin e 2026, do ta çojmë për alokim në bazë të vendimarrjes nga Këshilli Bashkiak. Isha diçka në të lidhur me të problemet ata. Shumë gjëra vinë të kësaj vërtetë të vjetë që këtyra të thash. Ka dispert marrë shembull zjarri. Po, edhe llami. Ora sigurohu me zjarr. Tash ti pas evolucione. Unë vetë nuk kam shtëpi stile, tani edhe them 5 km. E vona Pastaj s'e bëj bashkia, po. Po ç'është logika tash ti? Lëm ti se do të shkoj sigurohu, ka një sistem sigurimi 2 lekë, 1 lekë, 5 lekë, edhe merr atë shpërblimin. Është që nuk thonë keq. Ne kemi hartuar një metodë. Edhe do të ndodhë që të shemë sy tjetër, ti mua shemë sy tjetër. Ato janë ti po sigurimin. Ne kemi filluar doktor në kur do të shqyrtojmë këto kërkesat, kemi hartuar një metodologji të thjeshtë. Dhe një nga këto për dëmet që janë shkaktuar në prona është kjo, që është siguruar prona apo s'është siguruar. Që mas osiguracioni nuk është i mjaftueshëm, dëmi mund të jetë kolosal, dhe ne i japim vendime. Po ai nëse ai nuk kujdeset për proneve, isha një tjetër. Në këto që u kaluan neve në këto familjet në defavorizuar. Mundet të ngellur një pa ka mundësi ta bëjë kërkesë? Nuk, ky aplikim ka përfunduar, do shikojmë si do. Jo se të gjitha apikusit, jo se të gjithë verë që kemi do të aplikojmë, do mbetet. Zotëri antarë të Këshillit e deklarojnë mbledhjen. Ju falenderoj.